Me afrimin e zgjedhjeve lokale të 2027-s, edhe përpjekjet për të qenë më pjesëmarrëse të përfshirë në proces vinë duke u shtuar brenda Partisë Demokratike. Albana Vokshi, në cilësinë e kryetares së Lidhjes Demokratike të Gruas, kërkoi përfshirje më të gjerë të grave, sidomos në këshillat bashkiak. Në lidhje me promovimin e grave dhe vajzave në strukturat e Partisë Demokratike, me përzgjedhjen e grave dhe të vajzave në listat e këshillave bashkiak, ku kërkojmë që LDG-ja të ketë rol më të madh. Kësaj kërkese u përgjigj vetë kryedemokrati Sali Berisha i pranishëm në tryezën mbi fuqizimin e rolit të gruas në pushtet, ku paralajmëroi edhe ndryshime statutore në këtë aspekt. Të gatshëm për të ndryshuar statutin dhe për të grupin e punës për të vendosur një normë të re shumë të dobishme. Lidhja Demokratike si organizatë partnere që është, duhet të ketë të drejtën e plotë në përsaktimin e kandidaturave të këshillave bashkiak, por dhe kandidaturave tjera në forumet që zgjedhin. E pas këtij aktivitetin politik, kryedemokrati e zhvendosi në platformat sociale në bashkëbisedim me ndjekësit e tij, duke ju përgjigjur pyetjeve të ngritura. Në fokus ishin zgjedhjet e brendshme në partisë dhe tek kandidimi i Ervin Salianit, ndaj të cilit hodhi të tjera akuza. Verën e kaloi me Ergysa-Gasin në dreka dhe darka. Në një kohë kur në Ergysa-Gasin e kisha sulmuar me qindra herë si koordinator i karteleve të drogës. Tani, shkoj në Durrës dhe mblodhi eksponent Partisë Demokratike që tradhtuan Partinë Demokratike dhe nuk punuan absolutisht asnjë ditë në fushat. Vetë Saliani reagoi në rrjetet sociale pasi mohon se nuk ka bashkëpunuar me Partinë Socialiste apo me botën e krimit. Kujton se Berisha ka 36 vite në pushtet. Madje ai akuzon se njerëzit pranë Berishës ndërhyjnë për ta dënuar. Megjithatë, referuar skenarëve të protestave, Berisha theksoi se do të vijohet me protesta masive paqësore, duke shtuar se askush nuk mund të diktojë mënyrën e të protestuarit. Një përgjigje pati dhe se pse demokratët po marrin pjesë në dëgjesat për reformën territoriale. Jam i detyruar të marr për bazë opinionet e gjërat qytetarëve të cilët duan që ne të bëhemi avokat të interesave të tyre. Referuar mesazhit në një grup WhatsApp-i të ministrit Ferit Hoxha, Berisha e cilësoi si një deklaratë kriminale antishqiptare për shkak se nuk mbrojton Edi Ramën.